Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. U martova me një serb, mohova familjen për dashurinë. Ndoshta dikush tjetër do ta mendonte këtë histori krejt ndryshe dhe do ta zbuste duke e zbukuruar ose do ta kthente në një diçka romantike. Por unë nuk dua ta bëj asnjërin prej këtyre. Dua ta tregoj sakt ashtu siç e kam jetuar, me shpërthime zemre, me ftohtësi familjare, me lotë të thatë dhe me zgjedhje që më ndan përgjithmonë nga jeta që kisha. Unë quhem Arlinda dhe po, jam shqiptare që u martova me një serb. Pesha që mbaj në shpinë nuk është thjesht zgjedhja ime. Është gjithë historia e dy popujve që më ndjek si hije edhe kur nuk dua. Në vitin 2020, kur bota u mbyll dhe u kthye në ekran, edhe jeta ime u fut brenda një kutie katrore. Punoja nga shtëpia, u regjistrova në kurse online, kërkoja diçka që të më nxirrte nga monotonia. Kursi i programimit duke i vendi i duhur, aty ku fshiheshin qindra fytyra të panjohura, zëra të ndryshëm dhe histori të largëta. Aty takova Milanin. Në fillim, ai ishte thjesht një zë miqësor në kufje. Ai që fliste pak, por çdo gjë që thoshte e kishte të saktë. Kishte një mënyrë të butë për t'i shpjeguar gjërat, një durim që mua më dukej shumë i rrallë. Kur të tjerët humbin durimin me mua, ai më dërgonte një mesazh privat duke më thënë: "Mos u shqetëso, e marrim sërish nga fillimi." Kështu nisën netët tona të gjata. Fillimisht për projekte, pastaj për jetën. Bisedat tona u kthyen në diçka që nuk e kontrolloja dot më. Ai dinte t'i thoshte gjërat me një qetësi që mua më mungonte. Ndihej si dikush që e njihja prej kohësh. Një natë, pasi kishin folur gati 3 orë rresht, më tha: "Arlinda, duhet të dish diçka. Unë jam serb." Unë piva komplet, nuk thash më gjë. Mbylla laptopin sikur ai lajm të mos ekzistonte. Të nesërmen nuk e hapa fare kursin. Për 3 ditë e bllokova veten në dhomë duke luftuar me diçka që nuk e njihja më parë. Një ndjesi që më thoshte se ai njeri nuk kishte faj dhe një tjetër që më pëshpëriste se isha duke shkelur çdo rregull të pashkruar të familjes time. E kontaktova e para duke i thënë: "Po, e di kush je, por unë dua prap të flas me ty." Ai mu përgjigj: "Unë jam këtu." Njerëzit thonë se dashuria lind papritur. E imja lindi në heshtje. E mbaj mend ditën kur vendosa t'u tregoja familjes. Ishte e diel në drekën familjare. Të gjithë ishin në truez. Nëna kishte gatuar tavë dhe aroma e saj më gërrente stomakun nga ankthi. Ndoshta intuita e tyre e kishte nuhatur diçka sepse sytë e babait nuk largoheshin nga unë. E thash me zë të ulët, por mjaftueshëm që të dëgjohej: "Kam dikë, jam e lidhur me një serb." Mundet të isha duke thënë diçka tragjike, por e thash me një reagim i cili ishte po aq i rëndë. Në fillim nuk foli askush. Kishte një heshtje dhe ajo që më vrau më shumë ishte pikërisht mungesa e fjalëve. Më pas filluan fjalët. Babai goditi tavolinën me shuplak. Nëna u ngrit në këmbë me sy të mbushur me lot. Vëllai i madh më tha fjalë që nuk e besoja se mund t'i dëgjoja prej tij. "Turp, na vdiqe shpirtërisht. Nëse vazhdon me të, mos u kthe në shtëpi. Nuk janë njerëzit tanë." As nuk ma lan mundësin të shpjegoja, t'u tregoja kush ishte ai, çfarë zemre kishte. Ai nuk ishte luftë, nuk ishte histori. Ai ishte thjesht një njeri. Por për ta, emri i tij mjaftonte për të më ndezur peshoren kundër familjes time. Mua më mbyllën telefonin, më hoqën internetin, më mbajtën si të isha adoleshente që kisha bërë një gabim fëminor. Nuk isha më bi, isha problem. Në një nga ato netë të gjata ku dëgjova vetëm akuza dhe kërcënime, babai më tha: "Më mirë të mos kishe lindur kurrë." Atë natë vendosa, jo sepse isha e dashuruar deri në marrëzi, por sepse kuptova se sa do të dashur ti kisha, prindrit nuk e donin lumturinë time, donin vetëm bindjen e tyre. U arratisa në mëngjes herët. Nëna flinte, babai punonte në qytet, vëllezërit ishin në shkollë.
U vesha pa u parë në pasqyrë sepse e dija që nëse shija veten do të lëkundesha. Një valixhe, një bilet autobusi, një telefon me bateri 10%. Kaq pak gjëra që të duhen për të prishur një jetë të tërë. Kur mbrita në Beograd, Milani po më priste me një shall të zi. Më pa nga larg, u nis drejt meje me hapa të shpejt. Dhe kur më përqafoi, nuk më pyeti pse po qaja. Thjesht më mbajti fort, sikur të mos donte të më linte të rëzohesha. Më fal që duhet ta bëj vetëm këtë rrugë. Më tha, nuk jam vetëm, ju përgjigja edhe pse ndihesha më e vetmuar se kurrë. Beogradi ishte shumë i bukur, por i ftohtë si një mësuese që të matë për së largu. Nuk e njeh gjuhën, nuk dija si të blija bukë. Gjithçka më dukej e huaj, edhe vetja ime. Milani punonte shumë. Unë kërkoja punë, përktheja dokumente, bëja kurse gjuhëje dhe luftoja çdo ditë me një ndjesi që nuk më ndahej. Frikën që mos kisha humbur gjithçka për asgjë. Në një autobus dikush më pyeti nga isha. Kur thash Shqipëria, fytyra e tij u tensionua. Nuk tha gjë, por e ndjeva. Edhe këtu, unë isha tjetra. Ishin ditë shumë të vështira, jo nga paragjykimet, por nga vetmia. Një vit më vonë, u martua. Ceremonia ishte shumë e thjeshtë, pa muzikë, pa zhurmë, pa njëri nga familja ime. Veshja ishte modeste. Miku i tij i ngushtë ishte dëshmimtari ynë. Unë nënshkrova e dridhur, jo nga dyshimi, por nga mungesa. Milani e vurire, një ditë do të kthehem me ty në Shqipëri, tha ai. Një ditë do të rregullohet gjithçka, jam i bindur. Nuk e besoja këtë gjë dhe e lash të besonte ai për të dy. Ndërkohë, 3 vite më vonë, ende nuk kam marrë asnjë telefonat nga familja. As urim për ditëlindje, as mesazh për fest, asgjë. Vetëm një boshllëk që nuk mbulohet. Por si është dashuria ime me Milanin? Është rritur, është përforcuar, është bërë stre. Ai është njeriu që më mban dorën kur më kap malli, njeriu që më lexon syt kur unë mundohem të bëj të fortën, njeriu që më thot çdo ditë, familja jote do të kthehet. Unë besoj. Edhe unë dua ta besoj. Dua ta besoj se një ditë kur të hap derën e shtëpisë së fëmijërisë, nëna do të më përqafojë, babi do të më shikoj pa zemërim, vëllezëri do të më thonë mirë se erdhe. Dua ta besoj. Nuk e mohova kur familjen, por ata më mohuan mua. Unë thjesht zgjodha të jetoj me njeriu që dua, jo me urrëtitjen e historisë. Dashuria ime nuk është kundër askujt, nuk është tradhti kombëtare, nuk është sfidë, është thjesht dashuri. Dhe ndonjëherë dashuria ka çmimin e vet. Unë e pagova shumë shtrenjtë, por në fund nuk jam penduar. Jam gjallë, jam e lirë, jam e dashur. Dhe jam Arlinda, vajza që u martua me një serb dhe që ende shpreson se një ditë familja do ta dëgjojë historinë e saj pa paragjykim.